shikojmë për pjesën e periudhës së luanëve, çfarë do ndodhi ke luanët, si do jetë pjesa e kësaj jave ke luanët. Shikojmë që femrat janë me një energji të plotë dhe të vetbesueshme, po luftojnë për gjërat e tyre, nuk duan të lejojnë personat të cilët të ndikojnë ke pjesa e tyre. Do gëzojmë shpejt për pjesën e plotësimit të ëndrave dhe dëshirave që ato kanë manifestuar brenda vetes së tyre. Kanë pasur një forcë të brendshme të cilat ato kanë dashur të arrijnë në kohën më të shpejtë të mundshme. Shikojmë që marrëdhëniet e tyre pak a shumë kanë qenë, partneri i tyre ka qenë dominues dhe largues, sigur i ka marrë gjërat e veta dhe është larguar. Kanë pasur brenda tyre tradhtinë dhe shkëputje në një situatë, sikur i kanë falur lëndimin dhe trishtimin. Shikojmë që femrat përsëri janë bërë më të forta, janë bërë me një vullnet të lindur brenda tyre, të cilët i shikojnë gjërat më me ftohtësi dhe me kokëfortësi. Duan që çdo gjë që i ndodh ose më saktë intuita e tyre nuk i gënjen, i paralajmëron përpara. I shikojnë gjërat sipas intuitës dhe vendimeve të tyre, por meshkujt kërkojnë që të luajnë në botën e tyre, t'i plotësojnë botën e tyre si të bukurës, si të mirës, si të financave, dhe i falin, sikur i transmetojnë këto pjesë kriteresh ose më saktë këto pjesë që duhen të kenë këtë lidhjen e tyre. Por femrat realisht mbajnë pjesën e forcës brenda tyre dhe nuk lejojnë që personat e errët ose negativisht të ndikojnë tek pjesa e lidhjes tyre, të jeta e tyre. Kërkojnë gjithmonë hijen e natës, ose më saktë në natë ato mendojnë më shumë planet, idetë, çfarë ndodh dhe si do veprojnë dhe si do vazhdojnë ecurinë e tyre. Planeti i hënës e kanë si shenjën tek pjesa e luanit, sikur i plotson pjesën e mangësisë së tyre, dhe mangësia e tyre ka qenë tek pjesa e financave. Këto kanë qenë të zbrazura këto financat tek luanët, nuk kanë qenë të plotësuara, kanë pasur shumë anksi dhe shumë pjesë sfide. Meshkujt janë vigjilentë dhe po luftojnë me pjesën e përballjes midis punës tyre dhe lodhja e tyre ka ndikuar në pjesën psikologjike shumë të vështirë, janë të vrarë këto kohë, janë të lodhur, janë të mendueshëm, po luftojnë si zjarri, po luftojnë me forcën e tyre si vigjilentë si janë, për të arritur suksesin e tyre. Por femrat do jenë dy fasada, femrat do jenë si me pamjen më të bukur dhe pamjen më të brisht. Pamja e brisht do jetë brenda tyre që do mendojnë veprimet para se të veprojnë, dhe pjesa e bukur, paraqitja e tyre të jetë si pjesa e mbretëreshës. Atë mesazhet që do jenë tek luanët këtë kohë, që do realizohen qëllimet e tyre dhe si do vazhdojë ecuria. Atëherë, për sa i përket luanëve, mesazhi i luanëve si do jetë, qëllimet e tyre do realizohen në strategjinë që ato përdorin. Atëherë, për pjesën e luanëve do të jetë finalizimi i të bukurës. Gjithmonë do të paraqitet pjesa më e mirë e mundshme e femrave që do dominojnë. Tek meshkujt, identiteti mashkull do të ketë fasadën e ardhshmërisë, do të shikojë gjërat më me qetësi dhe do t'i marrë gjërat më me lehtësi. Për sa i përket marrëdhënies që ato kanë krijuar, do t'i plotësojnë kriteret e vetvetes dhe kriteret e partneres. Shikoj që femrat bën gati për pjesën e luftimit midis tyre, nuk duan që të kenë më humbje, nuk duan të kenë më lëkundje midis dashurisë dhe lodhjes së tyre që ato kanë kaluar zhgënjimet e tyre, do të jenë më të kompletuara dhe të jenë gati për të parapritur çdo sfidë që atyre i del përpara.